Partia Socialiste e Qarkut Fier denoncon urdhrat e palishëm që drejtuesit politik të Partisë Demokratike në këtë qark po ju japin komisionerëve të tyre për të mos u paraqitur në qendrat e votimit në orarin e caktuar, për të kryer veprime që vonojnë nisjen e votimit, apo veprime të tjera të palishme deri në dëmtimin e procesverbaleve dhe kutive të votimit me qëllim prishjen e këtij procesi. Për ne është më se e qartë se kjo strategji destruktive e drejtuesve politik të Partisë Demokratike në qarkun e Fierit lidhet me humbjen e pashmangshme dhe madhështore që ata do të marrin në 11 maj. Një humbje historike për të cilën ata janë të vetëdijshëm dhe prandaj kërkojnë me të gjitha format prishjen e procesit. Partia Socialiste ju bën thirrje të gjithë komisionerëve të Partisë Demokratike dhe të forcave të tjera politike të mos bien prej metodave të palishme dhe kriminale të drejtuesve të tyre, por të zbatojnë detyrën siç e ka parashikuar ligji. Çdo shkelje e ligjit do të faktohet me prova të qarta dhe do denoncohet me forcë në organet ligjzbatuese. Askush nuk duhet ta çojë në përmend se do të fshihet pas ombrellës partijake nëse shkel ligjin dhe cënon procesin zgjedhor në çdo formë të mundshme. Në të njëjtën kohë, ne ju bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve të qarkut Fier që të shkojnë të vendosur pranë kutive të votimit dhe të ushtrojnë të drejtën e tyre kushtetuese për të votuar, pa u ndikuar nga presionet apo problematikat që mund t'ju krijojnë ata që tashmë e kanë të qartë rezultatin humbës të 11 majit. Faleminderit.